Jakub Maksuti u lind në vitin 1952 në fshatin Tuhin. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa më pas vazhdon mësimet nga klasa e 5 në shkollën fillore të fshatit Jagoll, e cila aso kohë sapo kishte filluar mësimin në gjuhën shqipe. Profesor Jakupi kujton shumë mësimdhënës të mirë në ato kohë që jepnin mësim, por duke veçuar profesorin Sulejman Elezi, i cili ngjalli dashurinë për gjuhën shqipe dhe mësuesin e matematikës Demir Zenku. Profesor Jakupi kujton përpjekjen e profesor Sulejman Elezit që ai të vazhdojë mësimin në shkollën e mesme, duke veçuar një moment. Ishte data e 1 shtator. Unë kisha kryer shkollën fillore, por edhe kisha premtuar profesor Sulës që do të vazhdoj shkollën e mesme. Kur profesor Sula më sheh në obor të shkollës, më thirr dhe më pyet se pse nuk jam në shkollë të mesme. Por aso kohë shkolla e mesme fillonte më 5 shtator dhe e njëjta nuk ishte filluar. I tregoj profesorit se do të filloj më 5 shtator dhe se do të mbaj fjalën e dhënë, shprehet profesor Jakupi. Ai fillon mësimet në shkollën e mesme, por tendenca ishte në atë kohë që të mbyllet gjimnazi në gjuhën shqipe në Kërçov, duke i notuar profesorët Maqedonas nxënësit shqiptar me nota të dobta dhe kështu zvogloni numrin e nxënësve shqiptar që të mos mund të ekzistojnë paralelet. Më pas nxënësit shqiptar që kishin kaluar vitin e parë i shpërndanin në klasa në mësim në gjuhën maqedonase. Profesor Jakupi kujton një moment me kujdestarin e klasës, i cili vetë se nuk ju kishte thënë se s'keni çfarë kërkoni ju këtu. Të detyruar që të lejnë mësimet në gjimnazin e Kërçovës, ata drejtohen drejt Gostivarit në Këmbë për të vijuar mësimet në gjimnazin e Gostivarit, duke u regjistruar atje dhe duke u trajtuar në mënyrë më të mirë nga profesorët. Pas përfundimit të gjimnazit, mësimet e marra nga profesor Sulejman Elezi dhe ngjalljen e dashurisë për mësimin e gjuhës shqipe, ai vendos që të vazhdojë mësimet në Universitetin e Prishtinës, dega albanologjisë. Pas përfundimit të studimeve, profesor Jakupi punësohet në shkollën e mesme teknike në Ferizaj, por si djali vetëm i familjes, ai nuk mund të qëndronte në Ferizaj dhe dëshironte që të ishte afër familjes që të kujdeset për ta. Kështu vendos që të kthehet në vendlindje dhe punësohet në shkollën fillore të Jagollit, ku ka punuar për 8 vite. Profesor Jakub Maksuti ka dhënë një kontribut të madh në gjimnazin Drita, i cili u hap në fshatin Llapkidol, duke punuar si profesor, por edhe duke qenë pjesë e organizimit që të fillonte mësimin në gjuhën shqipe në gjimnazin e Kërçovës dhe kontributin e kujdesin e tij që ato nxënës që mësonin në shkollën e mesme Drita të mos e humnin vitin dhe të pranoheshin notimin nga profesorët. Pas legalizimit dhe fillimit të gjimnazit në gjuhën shqipe në kuadër të Mirko Mileskit në Kërçov, profesor Jakupi vazhdon të ligjerojë lëndën gjuhë dhe letërsi shqipe, ndërsa pas ndarjes së gjimnazit vazhdon në shkollën e mesme Drita, ku edhe del në pension. I ftuar në emisionin Gjurmëve të Pishtarëve të Arsimit për të kujtuar kohën nga fillimi i mësimeve dhe punës shumëvjeçare në arsim. Unë kam pak të vështirë të flasë në vetën e parë dhe të flasë për vetën, po pasi koncepti i emisionit tuaj është i tillë, unë do ta respektoj rendin shtëpiake dhe do të flasë për veten. Faleminderit. Jam i lindur në vitin 1952 në fshatin Tuhin. Aty i kam kryer 4 shkollë fillore, 4 klasë të fillores, të mësuesi Feto Murati, i cili me një durim edhe kujdes të posaçëm na mësoi të shkruaj, të lexoj edhe konceptet fillestare për botën dhe jetën. Për këtë gjë, edhe publikisht tash e falenderoj dhe jam mirënjohës për gjithë jetën. Pastaj, ciklin e 2 të shkollës fillore e kam vazhduar në fshatin Jagoll Dolenc, ku ishte shkollë qendrore, është dhe sot e tillë, dhe
aty kam mësuar nga klasa e 5 deri në 8. Atje gjitha mësues të mrekullueshëm, të cilët punonin me shumë përkushtim. Ndonë se ishin vetëm me normale të kryer, bile disa vetëm me kurse pedagogjike, ata me punë dhe përkushtim arritën që neve të na mësohen të gjithë gjërat, kështu që ne nuk ishim inferior në shkollat ku shkonim, po ishim përherë konkurrent mirëfillt. Këtu do t'i veçoj 2 arsimtarët e mi, të cilët më uzuan për jetën e mëtejshme. Do të përmend me shumë dashuri Suleman Elezin, i cili më mësoi edhe më ngjalli dashuri për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Këtu duhet përmendur edhe mësuesin tjetër të matematikës, Demir Zenkun, i cili me shumë përkushtim, me shumë zell, mësoi matematikën dhe prandaj unë paralelisht në shkollë të mesme si matematikën ashtu edhe gjuhën shqipe i ndiqja me shumë kujdes. Bile në fund të kur kreva gjimnazin, profesori im i gjuhës shqipe thotë duhet studiosh albanologjinë. Ndërsa profesori tjetër i matematikës thotë do të bësh gabim nëse nuk studion matematikën. Unë isha përcaktuar që në filloren me mësues Sulën që të vazhdoj gjuhën shqipe. Mësues Sula, profesor ishte mësimdhënës në shkollën e fshatit Gjagoll? Sula më ka dhënë mësim në klasën e 8 në fshatin Gjagoll. Atëherë erdhi si mësues i ri me plot energji dhe në ngjalli dashurinë për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Profesora, mu pak na kujtoni me që kemi ndjuar, po shumë pak është folë për mësuesi Suleman Elezi, thonë çfarë çastesh kishte se ka qenë shumë këmbgulës që të mësojnë të rinjt në atë kohë, tregojnë, domethënë ka qenë shumë i përkushtuar. Do t'ju tregoj një rast kështu. Kur e kreva 8 vjeçare, ai atëherë kur isha në klasën e 8, u hap gjimnazi. Është viti 1966-67. U hap gjimnazi gjenerata e parë. Dhe ai të shti motivon mu të duhet gjimnazin të mbajnë, duhet të shkosh në gjimnaz. Edhe unë ja dhash fjallën se do të shkoj. Në 1 shtator të vitit 1967, unë kaloj për rreth shkollës, edhe dul në dritar edhe në thret me emër. Pse nuk je në shkollë? Atëherë, shkolla e mesme fillon të në 5 shtatorë, ndërsa shkolla fillon në 1 shtatorë. Deri vonë, kështu ishte. Edhe zvriti, fluturoj, edhe më duk për para. Pse nuk je në shkollë? Unë i them, do të shkoj. Edhe kur i them se shkolla gjimnazi fillon në 5 shtator, atë më përqafoj. E thot, e mba fjallën. Thot, ishte energjia ati e cilat pushtonte, dhe ishte përkushtimi i veçantë dhe jashtëzakonshëm. Dhe kombëtar shumë i madh, edhe kombëtar shumë i madh edhe arsimtar. Mos bisedojmë për atë kombëtar shumë i madh, edhe mësues nuk kam njohur mësues më të mirë se zotëri Sulën të Shqipës. Do thotë është për mua ka një vend të veçantë në kujtesën time. Dhe vazhdo gjimnazin ju jeni gjenerata e parë në Kërçov? Jo, unë jam gjenerata e parë, po brezi i dytë.
Do thot, gjimnazi kishte filluar në vitin 1966-67, kur unë isha klasa e 8. Vitin 1967-68, unë u regjistrova në vitin e parë gjimnas. Në gjimnas, aso kohë, brezi i parë, unë ashtu e quaj, për arsye se gjenerata e parë, po 2 breza ishin vetëm. Në brezën e parë, ishin regjistruar 78 nxënës, të cilët kaluan vetëm 16. Vetëm 16, nga 2 paralele, 78 nxënës, kaluan vetëm 16. Do thot ishte një herje e këtyre nxënësve që të mbyllit. Mirë po, ligjit atëhershme ishin që në 16 mund të ekzistojë paralelja, edhe u formu paralelja vitit dytë. Edhe u regjistruam ne në vitin e parë, 29 nxënës. 29 nxënës, të cilët kaluan vetëm 13. Dhe ata të cilët ishin viti 2-16, u përgjysmuan që të mos ekzistojë më paralelje vitit 3, edhe në 5 shtator të vitit 1968, tashti, ata të vitit 3 ndanë për paralelet, edhe neve 13 në ndanë për paralelet Maqedone. Unë isha në një paralele 3 vetë ishim, ashtu në këshin da 2-3, në për paralele, edhe në orën e partë kujdesarisë, kujdesari i klasës, gjithë orën në murë me ne. Thot ju, duhet të mësoni, ju duhet kështu, duhet ashtu. Veç që nuk na tha se për ju nuk është shkolla. Këtë nuk na e tha, decisivisht, po indirekt, asaj rrugë shkonte. Në ajo orë, 30 minutë që atë që zjatë kujdestaria, ishte sa një shekull. Kur kry ora, dola nga ora, edhe zbresim të gjithë, po si kur ishin marrë resht, të gjithë zbritëm të parku i gjimnazit, edhe vendosëm që këtu nuk ka bukë, do të shkohen dikund. Në gjysmëtor, këshin shku 2 nxënës nga klasa jonë, në gjimnazin në Gostivarit, edhe atje këshin kalu shumë mirë. Ata informata neve na vinin, dhe vendosëm që edhe ne të shkuam atje, shku në Gostivar. Të nesërme, do të thotë në njëherë mua, pas orës parë, ne shkuam në shtëpi, edhe vendosëm që të nesërme të shkuam në Gostivar. Edhe ashtu ndodhi. Dikush në kam, dikush në biciklet, unë për fat gjitha bilet në autobusit, se autobusit shkon të atëherë vetëm njëherë më mëngjes, edhe duhet ta kishet rezervu bileti kush e din në sa kohë, po unë gjitha një bilet, edhe shko me autobus të nesërme, edhe shko në Gostivar. Atje na pritën me duar hapur. Do thotë, na pritën me krah hapur, na pritën me shumë dashuri, na pritën me shumë respekt, dhe përderisa mësimi në vitin e parë gjimnas ishte një torturë në veti, për arsye se i thoshin gjimnas shqip, po ai gjimnas ishte, e ne kishim vetëm 2 landë shqip, gjuhën shqipe edhe biologjin. Gjuhën shqip na jepte Mustafa Pinjolli, ndërsa biologji i merr Mehmedi në gjimnas, në vitin e parë, për cilën e përshëndes në të gjose në dëgjon e përshëndes me shumë respekt të veçantë, ndërsa profesor Mustafa është i ndjirë. Do të ishin vetëm 2 landë shqip. Gjithë landët tjera ishin maqedonisht. Dhe arsimtarët Maqedonas mezi pritnin që ne të bëjmë gabim. Mezi, do thotë ata, i gjuanin gabimet tona, vetëm që të në ngelnin, edhe
të shuhet gjimnazin Shqip. Kështu shku në Gostivar. Edhe atje krejt atmosferë tjetër. Do të atje ishte të mësuarit më jo torturë si në vitin e parë. Gjimnaz, po kënaqësi. Për arsye se ishte aktiviteti arsimor tjetër fare, ai sportiv, po ashtu, letrar. Do të ishin gjitha këta aktivitetet theksuara. Atje ekzistonte edhe biblioteka, e cila ishte e pajisur me mjaft libra shqip, dhe biblioteka kishte edhe sallë leximi. Në sallën e leximit vinin edhe vinte shtypi i përditshëm dhe ishte shtypi në shqip, maqedonisht dhe turqisht. Kohën të lirë, ose aktivitetet i bënim aty, edhe ajo bibliotek, mua po sa qërish, po kujtoj dhe gjithë të tjerëve, në shërbej shumë, dhe ashtu nisi procesi i të lexuarit jashtë mësimit, jashtë aktiviteteve mësimore. 3 vite të cilën na kishin mbetur të gjimnazit kaluan shumë shpejt për arsye se ju thash paraprakisht se ishte një kënaqësi të mësuarit, ma nuk ishte torturë. Thënë kryet gjimnazin ju në Gostivar. Në Gostivar. Dhe në vitin e 4, në klasa jonë përgatiti një dramë, të cilën dramë e shfaqen në Gostivar disa herë, në përfshatrat më të mëdhenj të Gostivarit po ashtu, po erdhëm edhe në Kërçov, e shfaqem edhe në Tetov, e shfaqem edhe në Dibër, edhe në Struk. Kjo atë që tash paraprakisht se aktivitetet ishin të gjallëruara në këtë gjimnaz, edhe për krahëshin. Edhe për krahëshin. Edhe sa vorrit dëshira për të studiuar gjuhën shqipe që aty shpresoj vetë? Për mua ishte rritur qysh në fillore dëshira, po këtu nisën edhe aktivitetet tjera. Ta zamon nisa që të shkruaj për flakën e vllazërimit, do një korrespondencë, ndonjë artikull të ndryshëm, edhe kisha përkrahje shumë të mira edhe nga redaktori i flakës së vllazërimit, Adem Gajtani. Do thot një bashkëpunëtor i mrekullueshëm, i cili sa herë që shkoja, ku më binte rrugat shkoj në shkollë, ktheja në flakë të vllazërimit, edhe ai për herë më motivonte, më inkurajonte, i botonte punimin dhe kështu me radhë. Bile kur kreva gjimnazin, thot, në Kërçov nuk ka gazetar të punësojnë në flakë të vllazërimit. Kur i thashun se do të vazhdoj studimet e albanologjisë, mrekulli, po kur të krysh studimet, mund të vish këtu tek ne. U regjistrova në Prishtinë në albanologji, Universiteti i Prishtinës sa ishte hapur, do të thotë një vit përpara ishte hapur më duket, ishte një revolucion kulturor, hapja e universitetit. Por ai universitet luante rol të veçantë për gjithë shqiptarët. Nuk kishte karakter vetëm krahinor për Kosovën, po edhe për të gjithë shqiptarët, edhe nga Maqedonia, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët e Malizzi, edhe të Luginis Preshevës. Do thotë, aty kishin përparësi vendet më pak të zhvilluara. Do thotë, studenti që konkuronte në çfarë do dege nga vise më pak të zhvilluara, që kishin më pak shqiptarë, tasëm nga Prilepi, nga Manastiri, nga Resnja, ata kishin përparësi. Për arsye se luante një rol kombëtar universiteti. Dhe ky universitet
Bëri vërtet revolucion për arsye se nxorri shumë kuadra dhe në fal atij universiteti pastaj mund të hapeshin shkollat mesme edhe universiteti më vonë, se po të mos ishte ai, do të ishte vështirë që të ekzistojnë shkollat mesme. Edhe kuadra shumë të përgatit, kjo është shumë e rëndësishme. Kuadri do t'ju lexoj emrat e profesorëve të mi. Mësim Anton Qeta, Shefqet Plana, Gani Luboteni, Latif Berisha, Enver Gjergjeku, Recep Qosja, Hilmi Agani, Fehmi Agani, Recep Ismaili, Besim Bokshi, Isa Bajqinca dhe gjithë profesorëve Idrisa Jeti. Këto emra garantonin që studentëve të cilët u jepri këta mësim të dalin patjetër si duhet. Nuk ishte aso kohë edhe falja e notave. Aso kohë vetëm rezultatet numëroheshin. Prandaj edhe bëni revolucion Universiteti i Prishtinës. Pasi i përfundova studimet, nisi u punësova në Ferizaj në një shkollë teknike, në shkollën teknike në Ferizaj. Shkollë mesme. Shkollë mesme teknike. Aty u punësova në Ferizaj, nuk desha në Prishtinë. Për arsye se unë jam gjali vetëm dhe duhet të kthejmë patjetër në Kërçov. Të ndihmoj prindërve të mi pleq dhe që të mos akomodohem Prishtinët në mbetëm atje, nisa prej Ferizaj dhe mandej duke afruar ka Kërçova. Pas 2 vite atje punova, shkova ushtar, dhe pas ushtërije nuk u ktheva më atje, po u punësova në shkollën fillore të fshatit Turin, edhe Javull Dolejec, ku punova nga 17 vjet atje. 17 vjet atje, dhe pastaj gjatë punës atje, sidomos pas vitit 1981, pas demonstratave të Prishtinës, turistërit nisën në arsimin shqip. Nisi fillimisht duheshte që na urdhrua. Nuk dija me liqa, me çfarë vendimesh, që orët t'i shkruajnë, t'i regjistrojnë maqedonisht përpara, pastaj shqip. Ka thot në të 2 gjuhët, plan programe po ashtu, dhe kjo zgjati për një kohë. Për një kohë, arsimtarët ishin të pakënaqur për një gjë, po s'kishin ka t'ja mbajnë. Dhe në vitin 1988, vitin shkollor, ndodhen paralelit e Përzira. Dhe praktikisht, gjimnazi u mbyll sërish. Ishte hapur nga gjenerata e parë, disa herë gjimnazi, hapu dhe mbyllu, të ashtime i paralelit e Përzira u mbyll përfundimisht, që dhe në vitin 1991-92, tashti, arsimtarët të pakënaqur, edhe me mbylljen e gjimnazit, edhe me evidencën pedagogjike që mbajnë në të 2 gjuhët, vendosën në kuadër të lashit, lidhjes arsimtarëve shqiptar, të protestojnë edhe të shkruan vetëm në një gjuhë.
kjo ndodhi për një ditë në gjithë Maqedoninë. Do të ishin në marrëveshjet mes lidhjes arsimtarëve shqiptar dhe atë vit u dhanë dëftesat vetëm në gjuhën shqipe. Se praktikisht nga 82-83 deri 89 jepeshin dëftesat edhe shqipe maqedonisht. Është këta dëftesa i pranonin vetëm drejtorët të cilët ishin shqiptarë. Po për arsye se në gjimnazin i Kërçovës, Kumanovës, edhe Strugës, drejtori ishin Maqedon, nxënësit mbetën të paregjistruar. Do thotë nuk i pranonin ata dëftesa, edhe nuk pranoheshin. Nxënësit praktikisht mbetën në rrugë. Në shtator pati disa protesta nga prindërit dhe nxënësit para gjimnazit, 3-4, nuk jam shumë i sigurt, dhe një protest para komunës, kuvendit komunal, e cila kishte karakter ma gjithë përfshirës, do të aty ishin pjesëmarrës edhe nga Struga, edhe nga qytetet të tjera. Nga Masovike. Në Masovike ishte, në Masovike kjo para kuvendit komunal, dhe atëherë Lashi mori një vendim që të hapet shkollë private. Se drejtori i përzinte nxënësit që kërkonin të regjistrohen bashkë me prindët, qoftë individualisht, qoftë me ndihmën e policisë i përzinte, edhe u pase nuk mund të regjistrohen. Prandaj, nga nevoja, nisën të hapen shkolla private. U hap një tillë në ladorisht të Strugës. Dhe me atë model, Lashi vendosi që edhe në Kërçovë të hapet një shkollë e tillë, u formua një komision në kuadër të Lashit, i cili punoi një kohë për mënyrën se si do të hapet ajo, u gjet vendi në fshatin Llapkidol, me cila kishte ndërtesë, kishte 5 klasa mësimi, edhe 2 objekte ndihmëse. Prandaj kishte mundësi që aty të përfshihen nxënësit, po jo për gjatë kohë. Prandaj u vendos që të mos shkohet me modelin e Strugës, për arsye se ata ishin në kuadër të shkollës të Gjakovës, Hajdardushi, shkollës Hajdardushi të Gjakovës, dhe punon me pranë program të Kosovës. Kërçova vendosi që të hapet shkolla drita në Llapkidol, po të ketë karakter të përkohshëm, do të hapet përkohësisht, vetëm bëhet presion ndaj gjimnazit, po edhe ndaj politikës, për arsye se sistemi shumë partia kishte ardhur më, por drejtorët ishin me të njëjtën mendësi. Drejtorët prapë vazhdonin me avazën e vjetër, edhe nuk i pranonin nxënësit shqiptar. Dhe u hap drita, dhe përveç asaj tashti u formuan në këshilli iniciativ me organet shkollës, me komisionet të cilët duhet të bënin negociata me Ministrinë e Arsimit, edhe këtyre komisioneve u printe deputeti i zonës Olloman Sulejmani, tashti Ndjer,
dhe nën kryetari i komunës Muadin Bajrami. Dhe po ashtu edhe kryetari i PPD-s Abdurrahman Alithi. Jo, Tun Këqov. Sejdin Abazi. Këta kishin gurdumim me Abdurrahman Alithin e me gjithë të tjerët, po nuk ishte dhe aq lehtë. Këta negociata ishin mjaft të vështira. Kaloi një vit, nxënësit e përfunduan vitin me sukses. Vitin i parë ishin 4 paralele, gjimnaz i përgjithshëm, dhe në fund nuk u dha dëftesa. Për arsye se nuk ishte shkolla as vull, nuk ishte si subjekt juridik. As mundësi, do të thotë ishte nuk ishte subjekt në veti, po ishte një shkollë private Zori. Jo, bisedoj se ka qenë si subjekt juridik i regjistruar, s'kam pas as vulla kur gjohë. Nuk regjistronte se regjistronte askush. Dhe prandaj nuk mund merrnin dëftesa. Vitin tjetër, të dytin, u regjistruan prapë nxënësit në kuadër dritës. Ato të vitit dytë nuk kishin dëftesa, po vazhduan në të njëjtin avas. Dhe në vitin e dytë të shkollës drita, u regjistruan 5 paralele, 4 gjimnaz i përgjithshëm dhe një mjekësie. Negociatat ishin të vazhdueshme dhe kujtojmë më të shpeshta. Përfundoi gjysmëvjetori i parë dhe vin lajme se diçka ka lëvizje. Erdh Ulluman Sulejmani edhe Muadin Bajrami në shkollë, mba një mbledhje, thotë, kemi ardhur deri te një ujdi me Ministrinë e Arsimit që të kalohet në gjimnaz, po nxënësit duhet t'japin provime. Provime tash të quajtura kontrolluese, vetë fjala provim do thotë kontroll, ama kontrolluese do të ishte një provime kontrolluese në të cilën komisioni ishte i formuar për çdo land, 2 arsimtarë shqiptar dhe 1 maqedon patjetër, dhe kryetari i komisionit ishte maqedonës. Komisionet nuk kaluan edhe aq lehtë. Kishin probleme nga kryetarët e komisioneve, se arsimtarët bënin përpjekje, deshin ti ruajnë notat të cilat i kishin dhënë atje. Tash viti i parë dhe viti i dytë janë. Viti i parë jepni për 1 vit provime, viti i dytë jepte për 2 vite provime. Mbashte një mësim i ashtu quajtur konsultativ. Kuadri që ishte të drita mezi u pranuan në gjimnaz, me shumë vështirësi, dhe vështirësit nuk kaloni, dhe mësimi ishte, tash mësim jo të rregullt, po mësim konsultativ, mbanim ne mësim. Edhe të gjithë ishim në gjysmë norme. Rroga ishte për gjysmë. Se nuk mbanim ne mësim të rregullt, po mësim konsultativ. Do thotë, ishin gjëra zbuluara, të sajuara, sajesa artificiale. Po, neve nuk na frigonte ajo, vazhdonin punën, dhe përpjekjet ishin që të ruhen me çdo kusht notat të cilat i kishin dhënë atje. Edhe ashtu ndodhi në pjesën ndërmuese të nxënësve. Nuk kam të dhëna se nuk ka qenë kështu. Kur përfunduan provimet, vitin e ardhshëm shkollor, e nisëm pak më mbar, se
u regjistruan të gjithë nxënësit në vitin e parë, në vitin e dytë, edhe në vitin e tretë. Të thotë, gjimnazi nisi vitin e parë, dytën edhe tretën, me aq paralele sa këshim qenë të drita. Dhe nisi puna, por me mjaft vështirësi, po ne i adolëm që punët të cilën e këshim nisur ta përfundojmë mbarë. O sa nxënësit shqiptar atëherë ju përgjigjen thirrjes dhe regjistroheshin ke dritën, nuk regjistroheshin ke gjimnazin në çat periudhë. Thonë vazhdonin mësimi ko edhe pse nuk u epeshte dëftesa, kishte interes? Ata vazhdonin, shpresat ishin se do të ndodhi diçka. Do thotë politika, tash më kemi sistemin shumë partijak, sado që ligjet silleshin por nuk respektoheshin nga disa drejtorë, po shpresat ekzistonin se do të ndodhi diçka. Do të gjendet forma, tash u thaju forma e provimeve të ashtu quajtura kontrolluese, edhe faktikisht dhanë provime para profesorëve të cilët u kishin dhënë mësime dhe u kishin dhënë nota. Ata profesorë ishin pyetës në komision, ishte antari i përhershëm që ishte shqiptar prapë dhe kryetari i komisionit, që ishte Maqedonës. Kryetari bënte përpjekje që të mos jetë ashtu. Po ne ishim nga dy dhe ne këmbgulnim që të jetë ashtu si ka qenë. Dhe thot notat të ruhen për arsye se ne kishim dhënë, ne i pyesim tash si mundet që të ndryshojnë notat. Profesor, ju tash filluat me punën në gjimnaz, do të thonë, sa paralele kishte shqiptare më pastaj? Pastaj kishte paralele 4, 5, 6, ushtruan paralelet shqiptare, ushtrua kuadri, tashtima nuk ishte ai problem që për shkak dëftesës mos pranohet. Ishte provim, atëherë kishte provim pranues në gjithë Maqedoninë. Po jepeshin provime pranuese për të gjithë nxënësit, edhe shqiptarë, edhe maqedonë, edhe jepeshin. E tashti, edhe këtu deshin na bëjnë në reng. Do thotë të zonë provimi ishte shqip edhe matematik. Në një komision të shqipes, u caktuar një maqedonës që ishte jepte maqedonisht. Ajo t'i kontrolloi testet e gjuhës shqipe. Do thotë në komision, edhe 2 shqiptarë edhe një maqedone. Thotë, e pyesim ne si do ta kontrollosh? E kam Çelsin. Ne s'jam lejuar të kontrollojmë me Çels. Nuk jemi lejuar ta kontrollojmë me Çels. Do thotë kishte vazhdonin pengesat, po ne ishim këmbgulës për atë. Për arsye se nga vindeshin nxënësit, për arsye se ishim pjesë të procesit, për arsye se ishim edhe vajza ime ishte nxënëse, do thotë, nëse hiç, do thotë, unë angazhohesha të shtyhe si prind, jo vetëm si arsimtar. Prandaj ishin interesat edhe kombëtare, edhe familjare që të punët si ishin nisur të vazhdojnë mbarë. Deri në cilin vit, profesor, ju punuat në gjimnaz? Unë punova i mbushën 64 vjet në 2016. Deri 2016. A mund të bëni një krahasim të nxënësve? A filloi të bie arsimi, profesor, kohëve të fundit? Arsimi ka filluar të bie atëherë kur nisën të falen notat. Jo pa qëllime përmenda paraprakisht se në Universitetin e Prishtinës nuk faleshin nota. Do të thotë aty kriteriumi ishte shumë i ashpër, me shumë të drejtë për arsye se ata të cilët dilnin, ata ishin vërtet kuadro. Tashti, në kohët e fundit, falen notat nga shumë pozicione.
Jo djali këtij, jo djali atij, interesat ndryshme, partijake, politike, njerëzore, familjare, ku di çfarë. Profesor. Që për mua, falja e notave, unë e konsideroj si vepër penale. Po për arsye se nuk është rregulluar me ligj, ashtu po. Unë e quaj vepër morale. Edhe është vepër morale, ekzistoj se është kështu. Do thotë, ti të falish, ti thosh një nxënës i cili gjatë gjithë vitit thotë unë nuk di, ti thu çelo të kaluese di. Profesor, jo është vërtet vepër. Gjimnazi i obligueshëm, a shkatërron edhe më shumë arsimin? Gjimnazi i obligueshëm u keq kuptua. U keq kuptua se të gjithë nxënësit të cilët vijnë duhet të kalojnë. Edhe kjo është një ndër shkaqet përveç faljes së notave, është edhe kjo gjimnazi i obligueshëm se kuptohej nga fatkeqësisht edhe nga arsimtarët se ja duhet kaloj. Edhe në shkollë, edhe shkolla fillore është e obligueshme. Po edhe që përsërit nxënësi. Përsërit nxënësi i cili nuk meriton. Se disa herë përsëritja e klasës është qortim. Do të thotë që nxënësit vetëdijsohet që vitin e ardhshëm mund të jetë më i miri. Thotë, s'ka rrugë dalje tjetër përveç punës. Profesor, a mund të pak t'i komentuem fotot që i keni ju prej kohës që i zgjodhëm ne së bashku e që çdo musafir komenton diçka prej asaj që ka përjetuar gjithë jetës, po në këta foto përjavën kujtime të mira dhe s'ka asnjë kujtim të keq. Kjo është një fotografi në fotografor Mavrov me shokët e klasës në gjimnas. Në gjimnas. Në Gostivar. Në Gostivar. Nuk di po të mos ishte ky gjimnaz çka do të ndodhte në ne 13 të cilët dolën prej këtij gjimnazi. Kjo është foto nga matura. Kjo është nxënës Gostivar, një grup shokësh. A takoni ndonjëherë, prof? A keni takuar ndonjëherë këta shokët që ka keni qenë? Takohemi gati çdo vit. Bëjmë takime gjenerate. Ka që një 10 vjet e këndej, edhe kemi vendosur që takohemi për çdo vjet derisa të mbetim 2 vetë. Se disa kanë shkuar. E kur do të mbetëm 2 vetë, do të takohemi. I gjose mbetëm të të mesi vetë, pas ka të takohej. Do të ashtu është vendimi. Sa do të jetë kjo nuk e di. Këtu me Qani Mehmedin, shokun tim më të mirë. Jemi në Tetov. Ai viti i 2, unë i 3. Dhe gazetari Qani Mehmeti për shikosit. Gazetari Qani Mehmeti. Këtu një grup studentësh kërçovar në Top Bafqet Prishtinës. Në Prishtinë, student. Me shokët e grupit para fakultetit filozofik me profesor Recep Qosen. Në vitin e 4 studimeve. Këtu në Ferizaj, në shkollën teknike, me një klasë që mësonin për automekanik. Automekanik ishte edhe automekanik në kuadrat shkollës teknike. Përveç elektromakinerik ishte edhe automekanik. Kjo është me kolektivi i shkollës në fshatin Tuhin. Fillimet e punës. Në fillim, kur keni punësu, me siguri? Në fillim, po në fillim. Kjo është një fotografi ushtarë, ku isha në shanxhi i topit. Këta në fotografi me kolegët në sallën e arsimtarëve në gjimnas. Në gjimnas, kur më ishte pavarësuar drita këtu në Kërçov.
Me klasën ku isha kujdestar klase, vetëm djemët, nuk di pse, kam edhe me gjithë qirët, vetëm djemët këtu. Kjo është në klasën ku kam qenë kujdestar klase, edhe kjo ku kam qenë kujdestar klase. Kjo në tabloja nga gjimnazi, që ishte ende pa varësuar nga gjimnazi Mirko Mileski. Edhe kjo tjetra po ashtu. Edhe kjo është nxënësve ku kam qenë kujdestar klase. Duket ka pas numër të madh të nxënësve, profesor. Numër të madh, atëherë ishte 34-35 nxënës. Gjithë çdo klasë kishte ngaqë. Bile mjekësia kishte deri në 40 bile. Në fund me sa rritet jenë paralelet? Po unë nuk e arrita reduktimin e klasave, do të deri atëherë kishte numër të mjaftueshëm. Kur dolon në 2016. Edhe kjo foto është me nxënës, shumicën e zgjedhën pa. Kjo është kujtojnë vitin e fundit të Ka thonë një foto e tablës nga tabloja. Profesor, me që jemi ka fundi kësaj bisede, i përmenëm shumë çështje dhe shumë me interes ka qenë që të flasim pak edhe për hapjen e dritës që ju e shpjeguat shumë mirë, po si pyetjet fundit, si është në aspekt familjar profesor Jakub Maksuti? Ku ka djemt ose djalin, vajzën? Kam 2 fëmijë. Djali im, Izer Maksuti, është profesor në Universitetin Nën Tereza. I ka kryer studimet e gjermanistikës në Universitetin e Vjenës. Atje ka magjistruar dhe atje ka doktoruar dhe u kthye këtu si i doktoruar, fillimisht në Universitetin e Shtulit, i Evropës Juglindore Shtull. Pastaj kaloi në Universitetin e Tetovës, si profesor i Universitetit Tetovës, u hap universiteti në Prizren. Rektori, që ishte gjerman, e thret që të hapi katedrën e gjermanishtes. Edhe hapi katedrën e gjermanishtes Prizren. Dhe atje punoj një kohë të gjatë, pastaj si bashkëpunëtor i jashtëm, ndërsa i rregull në Tetov, pastaj kaloi i rregullt atje për një kohë, sa djali i tij mësonte në shkollë të mesme, atje, dhe pastaj kaloi në Universitetin Nën Tereza, edhe këtu e themeloi katedrën. Edhe këtu është themelui si katedrës i gjermanishtes. Dhe momentalisht është në Shkup. Ndërsa vajza i ka kryer studimet e ekonomisë në Universitetin e Vjenës edhe ajo. U kthye dhe magjistroi atje, u kthye me magjistraturë. Dhe punon në shkollën fillore të Serbisë, ku është e martuar. Kjo është, unë nuk jam i kënaqur me vendin e saj të punës, po ajo është e kënaqur me punën që bën për arsye se i ndihmon familjes, është afër fëmijëve e kështu me radhë. Dhe karriera e saj shkencore më përfundoi për arsye se u martua, krijoi familje. Po përsëri ka kohë, nuk është jeta është e gjatë, inshallah vjen edhe zhvillohet edhe pjesë e karrierës, se tek vajzat është pak më problem, profesor, çështja e karrierës për arsye të fëmijëve dhe ndaluar një periudhë. Po ndodh që fëmijët e saj do ta plotësojnë atë. Ka një vajzë të mrekullueshme.
e cila në garat merr vejset para kemi pas një kontribut në lajmet bashkëparat që ka qenë, do të thonë, që edhe shkaktare që në Qendrën për Kulturën në Kërçov u organizua edhe diçka për poezi, për arsye se morë vendin e parë në Kumanova. Po vendin e parë, edhe është Kërçova ishte një kuqir, në sajë të vendit parë të saj. Edhe kështu. Do të thonë që ka suksese edhe të bestat, edhe të nipni, kështu që jeni përmbushur këtë drejtim, profesor. Po, jam i kënaqur me nipi, edhe nipi im studion informatikë dhe gjuhë gjermane, në 2 fakultete i bën. 2 fakultete, është i shkëlqyshëm edhe të njëra dhe të tjetër. Këtë gjermanistikën i ka babollëks, për arsye se totën edhe këtë të kry. Anglishtën e flet si Amerikan, dhe informatikën e ka si me gisht vogël në bën. Kështu që jam i kënaqur, kryesisht jam i kënaqur me fëmijët edhe me niprit edhe me mbesat. Se ka një fjalë popullore, prindri asnjë nuk është xhelos ke fëmija. Mund të jetë të tjerit kur ja te kalojnë, por te fëmija kur ja te kalojnë është krenar, nuk është. Po bile dhe nxënësi, mësuesit, kur ja kalon nxënësi, është krenar, njësoj si për fëmijët e vet. Për arsye se prandaj ka shoqëria është përpara shoqëria në momentin kur nxënësi e kalon mësuesin. Se në qëse mbetet një të nivel, ose në atë nivel, s'ka, është ruhet status foja vetëm, kur gjë tjetër. Duhet që mësuesi të jetë krenar, kur nxënësi ja kalon edhe arrin, unë kam gjithë profilit nxënës, gjithë profilit, edhe ministra, edhe zëvendës ministra, edhe doktora shkencë, edhe profesor në universiteti, edhe mjek, plot, edhe inxhinier, kështu që jam i kënaqur me punë. Ajo nuk konsideroj se është fryt i punës sime. Është nuk është nuk. Se kam pas moto atë që nxënësit i kam thënë për herë për parësi. Nxënësi im ka pas për parësi për herë. Për arsye se faktor kryesor për mua është nxënësi. Për arsye se nxënësi nuk vjen për shkak të meje në gjimnas. Unë shkoj për shkak të tij, me konkurs, se ka nevojë për shkoj ta mësoj ata. Ai nuk vjen se Jakupi duhet punë. Ai vjen që të mësoj, ndërsa shoqëria është e detyruar që ti siguroj kuadro. Prandaj edhe kam edhe moton se libri fisnikron njeriu. Pastaj libri i ka bërë gjitha. Në kompjuterin i ka bërë libri. Nuk i ka bërë kompjuteri librin, por libri ka bërë kompjuteri. Edhe gjithë gjërat teknologjike për të përparuara. Ka ndarë bas librit ka ndarë. Profesor, faleminderit edhe një herë për kohën që ju ndatë dhe erdhë deri këtu që ne të flasim pak për jetën e juaj dhe faleminderit që pranot të flitni në vetën e parë. Kam të vështirë flasë vetën e parë, kam pasur të vështirë, po ja, duke se ambientin mësoj që t'jem korrekt në rendin tu shtjak. Faleminderit për ftesën, faleminderit për kujdesin. Faleminderit. Shikues të respektuar, ishte me ne profesor Jakub Maksuti, profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, i cili gjithë jetën ja kushtoi arsimit, kushtoj gjeneratave të reja që të marrin dije dhe më pastaj ata të jenë atë që ta shpërndajnë tek gjenerat.